Edhe pse të gjithë shpresuam se bashkë me lulet pranverore, mburriti edhe stina e ngrohtë, duket se në rrethin e Pukës, por edhe në veriun e Shqipërisë, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Rreshjet e dendura të dëborës që në pak minuta mbuluan të gjithë veriun e vendit, tashmë duket se do të vijojnë edhe gjatë gjithë ditës nesërme, ndërkohë që temperaturat e ulta pritet të sjellin edhe ngrica në segmentet rrugore. Rreshqit e burrës që filluan pas ditën e të martës në pak qaste u duk se mbuluan lulet pranverore, ndërkohë që rënja e ulët e temperaturave duket se do të shoqërojë ditët pranverore me ngrica që pritet të sjellin dëmtime edhe për bimusin. Rreshjet e papritura të dëborës në veri të vendit duket se do të shkaktojnë probleme edhe në akset rrugore të veriut, të cilët të shoqëruara nga tatpjeta dhe së fundmi disa prej tyre pa mirëmbajtje kthehen në premisa për aksidente rrugore. Policia e shtetit ngriti menjëherë grupet e mbikëqyrjes së rrugëve në veri për shkak dhe të mjeteve të cilët nuk janë të përgatitura për udhëtime në situata të tilla gjatë kësaj periudhe.